pikërisht. Unë jo kam thënë që të hanën në fillim kësaj jave që kjo çështje ka dalë nga shtrati legal. Çdo shpikja ku dalë keni në 115. Këtë duhet kishte vënë vendim qeveria. Okej. Shqipni se thot në këtë rast vendimi kishte pika 2. Vendimi kishte të ministrave pezullohet, por nuk ka nevojë për vendim të gjykatës për të pezulluar. Automatikisht pezullohet. Okej. Tani dil pak te skenari. Tani vite skenari. Nëse presidenti e dekreton përpara se Erion Velia ta shënojë kushtetuese, çfarë do? E hedh në kosht. Po hiqe fare. Po e zëm se e hodhin kosht. Dakord, e hodhin kosht e ligjin dhe nxorrin një dekret. Se bën dot. Se bën dot për ta zëmur burr, po hajt po e zëm se. Ka nevojë mërti, ai do presin 15 ditë. Është e detyruar. Ditë 16 gjykata merr një vendim. Legji ka mundësi që ndoshta ky e ka bë, se ka bë. Atë nuk e di e ka bë një ankimim gjykat kushtet. Se ka bërë akoma, jo, tani jo. Ai mund ta kuptoj që me bë kët është një skenë pa nevojshme që si intereson fare dhe ai natë mirë. Mi pra, edhe mund të jetë. Qoftë se e ka bë sot, s'ka bërë gjë, nuk ka bërë sot. I ka humb edhe 15 ditë. Nga sot ka të drejtë 15 ditë. Dekretues, që sot një gjë e madhe. Ditën e 16 mbledhet gjykata, ditën e 17 presidenti zgjedhet mas 45 ditëve fillon historia. Jo, nuk është. Po që sa ankohet, nuk është kaq e shpejt pak. Mi pa, e shpejta pasaj është marrëveshje politike me dy parë. Mund të dekretohet edhe pse ankohet apo jo? Edhe një herë. Zgjedhjet dekretohen edhe pavarësisht ankesës? Deri më sot paktën me këtë kushtetutë që po lexojmë këtu, nuk ka ndodhur që presidenti të dekretojë datë zgjedhjesh pa prit 15 ditë nga vendimi i mbledhjes qeverisë. Okej. Pra nga sot 15 ditë presidenti duhet presë. Në qoftë se presidenti nuk e pret 15 ditë, po nesër ta zëm nxjerr një dekret, ky është pyetja që bën apo jo. Ky dekret sigurisht normalisht nuk ka një vlerë kushtetuese, është i diskutueshëm dhe është i rrëzueshëm në momentin që personi prap ankohet brenda 15 ditëve. Pra e gjithë debati nga politik garrohet pak me juridik dhe prap përfundon në politik. Domthonë, fundi i historisë është kjo, që ajo që thash pak më përpara, në qoftë se Erion Velia i vendos të aktivizojë këtë në 115, pra pikën 2, të ankohet kundër vendimit të qeverisë, automatikisht mbajtja e zgjedhjeve është e pezulluar deri sa gjykata të vendos, kur të vendos dhe çfarë do vendos, le të mos e paragjykojmë, sepse deri më sot ka vendosur në favor të zgjedhurve vendor, për president, flasim gjithmonë. Deri më sot asnjë zgjedhur vendor që ka shkuar në gjykatën kushtetuese është ankuar kundër shkarkimit, nuk ka humbur gjyqin, ka fitu. Deri më sot. Vetëm Zefila. Kush? Vetëm Zefila. Ka fituar Zefila, po ai ka fituar. Po ai ka shkuar, pra ai shkoi dhe fitoi. S'maj mend të ketë pat raste të tjera. Ka pas edhe një tjetër. Ka pat raste që kanë humbur. Do të thonë 2013, 2012, 2013 nuk di një rast të ketë humbur kundër vendimit të qeverisë. Me thonë drejtën. Kanë qenë raste të veçanta, po nuk di. Megjithatë, çon si ka, a përmbyset, po ka interesu qeverisë për të marrë me ato rrethana. A përmbyset, unë jam nga më dyshuesit më të mëdhenj të sistemit drejtësisë, që për mua është shumë defektoz, nuk e diskutoj. A e di edhe këtë që kemi gjykatën kushtetuese më të keqe që kemi pas ndonjëherë, në 30 vitet e 35 vjet më të keqe. E kemi sot, të ulur këm kryq në kryq të shtetit. Për te kësaj, dakor, thjesht doja të kuptoja skenarët. Po jam konstatuar si përditshëm kësaj gjëje. Tani, po analizojmë skenarët. Pra, lufta është politike, përplasja është politike, instrumenti legal është aty për të bërë politikë ose jo, kaq e gjithë historia. Tani, çfarë politike do bëjë Erion Velia? Do jetë socialist? Po nuk u anku mbetet socialist, po u anku do jetë demokrat. Socialisti shitur të PD-ja, fare thjesht, ma kaq është dilema. Erion Velia i socialisti shitur tek PD-ja, po ankua? Po do t'ja knojnë këtë këngë ato, sepse ti po jep kohë PD-s, ti po i dëmton partinë tate. Partia jote ka vendosur të zgjidhë emergjencën politike. Ti s'do. Ke hallin tënd personal më shumë se sa të... Po po jep kohë PD-s që të zgjidhë kandidatin e tjerë. Po më tani. Okej. Unë po spekuloj, me thonë drejtën. Me këtë rast mund të marri prap në qeveri Rama, se po i merë këte nga PD-ja, ISHLSI-ja, PL-ja. Okej, për të pakur të marri dhe Lacivitën. Ta shofi dhe Lacivitën qeveri. Mos u çuditi për atë. Pra po ankua do jetë një socialisti shitur tek PD-ja. Këtë vendim, këtë qasje do duhet të marri Erioni.